Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi ritakuar si çdo të martë në emisionin GDP. Në këtë emision sot do të flasim për turizmin dhe infrastrukturën. Ka qenë në revista Focus së fundi e cila e ka cilësuar turizmin shqiptar dhe Shqipërinë një magnet. Por si ka ndikuar përmirësimi i infrastrukturës rrugore edhe për komunitetet lokale? Do të ndjekim fillimisht një insert dhe do të kthehemi me të ftuarën e parë për sonte. Shqipëria, nga perla e fshehur, është kthyer në magnetin e turizmit të së ardhmes. Është ky përshkrimi që revista Focus ka bërë për vendin tonë, duke thënë se ka pësuar një transformim të dukshëm ekonomik. Kjo fal një tregu dinamik nëpërmjet reformave të synuara dhe investimeve të huaja. Theksi veçantë është kushtuar sektorëve të infrastrukturës, thekson revista Focus, turizmit dhe energjisë së rinovueshme, të cilat janë kthyer në shtyllat kryesore të zgjerimit ekonomik. Në veçanti, turizmi shfaqur si një shtytës qendror i rritjes ekonomike. Gjithashtu theksohet se Shqipëria shënoi sezonin më të suksesshëm turistik të Shqipërisë deri më sot, me 11.7 milion vizitorë të huaj. Më herët ishte organizata botërore për turizmin e Kombeve të Bashkuara, ku në të dhënat e publikuara rezultonte se Shqipëria ishte destinacioni i parë me rritjen më të madhe të numrit të turistëve për 2024-ën. Por si përkthehet ky fluks i lartë turistësh në ekonominë lokale dhe mirëqenien e banorëve? Si ka ndikuar përmirësimi i infrastrukturës në aksesin e më shumë destinacioneve dhe shkurtimin e distancave? Vetëm pak ditë më parë, u hap tuneli Murizit, pjesë e rrugës së Arbërit, ku banorë jo vetëm nga Dibra, por edhe zona të tjera, përfshirë dhe Maqedoninë e Veriut, e shohin si një mundësi zhvillimi dhe jo vetëm një distancë më të shkurtër. Na ka ndihmu maksimum. Plosi gjysore, lagje Tiranës. Borreli 50 minuta maksimumi, Peshkopim po ashtu, Bulqizën gjitha. Mund të shkurton 6 orë rrugë. Është një vepër madhështore për çdo qytet. Peshkopis, Dibër, Bulqizë dhe më. Vetëm Dibrën e klasikë, ndihmon gjithë Shqipërinë. Ulem nga Tepelena, iki për në Dibrë të madhe. Kështu që na ndihmon tërë. Faleminderit shumë. Vlera ndërkombëtare, jo kombëtare. Se nuk i shërben vetëm Tiranës e Dibrës, por i shërben tregtisë me Maqedoni, Tiranë, Durrës. Nga Maqedonia hudhën lindje, sepse ekonomia e tregut to kërkon, është një vepër kolosale. Po që në 3 orë gjysë rrugë, diqim Reshen, Burrel, Plas. 3 orë gjysë rrugë. Të shi gjysë orë, 3 orë shpëtum. Po Dibranët, se ne ishim afër, Dibranët, kanë shkurtu 4 orë, Dibranët. Është rruga për të gjithë shqiptarët. Është rruga që lidh Tiranën me Dibrën, është rruga që lidh Maqedoninë me Shqipërinë, është rruga që lidh shqiptarët me komunitetet tjera në Ballkan. Shumë mirë, po mrekulli pastaj, do të po. Pas hapjes së tunelit të Murizit, i cili lidh Dibrën me Tiranën dhe shkurton distancën me 2 orë, në muajin prill do të hapet dhe rruga Maqellar-Peshkopi. Punimet në këtë kantier kanë avancuar dhe janë në fazën përmbyllëse. Edhe ky segment është pjesë e rrugës së Arbërit. Ndërkohë po punohet në disa akse të rëndësishme në vend, investime që do t'i shërbejnë komunitetit të banorëve, por dhe sektorit turistik. Kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Adelina Farici, drejtoresh ekzekutive e shoqatës kombëtare për bashkit. Faleminderit zonja Farici që jeni me mua në studion e GDP. Faleminderit për ftesën. Atëherë, siç e pam edhe nga inserti, janë disa akse rrugore që po përmirësohen pas tunelit të Murizit, janë disa akse të tjera si ai Peshkopi, Maqellar e të tjerë. Po si po ndikojnë ky përmirësim i infrastrukturës për turizmin dhe për ekonominë lokale? Realisht, infrastruktura rrugore ka një ndikim të konsiderueshëm në pjesën e turizmit. Ne e kemi evidentuar tani vit pas viti që pjesa e zhvillimit të turizmit është një ndër objektivat kryesor dhe kemi rritje vit pas viti të numrit të turistëve. Por duke zhvilluar infrastrukturën rrugore, kjo pjesë jo vetëm që lehtëson dhe arrin më shpejt dhe kap destinacione të ndryshme turistike, siç është edhe rasti i tunelit të Murizit, që tani Dibra ka mundësi të bëhet një atraksion turistik shumë i madh për gjithë qarku i Dibrës, jo vetëm nuk bëhet fjalë vetëm për Peshkopin, por për gjithë qarkun e Dibrës, e cila u tha edhe aty që lehtësohet gati me 2 orë, 3 orë rruga dhe zgjeron hartën turistike, po paralelisht diversikon turizmin. Pra, nëse dikur turistët ishin të orientuar kryesisht në zonat bregdetare dhe kishim një turizëm sezonal,
në pjesën e sezonit veror. Tani, zhvillimet infrastrukturore bëjnë atë që zgjerojnë e bëjmë turizm gjithë vjetor, diversikon jo vetëm turizm detar, por turizm malor, turizm kulturor, dhe e gjitha kjo pasaj shkon në diçka që është shumë e rëndësishme në impaktin e jetës së qytetarëve. Pra, jo vetëm që lehtëson infrastruktura jetën e qytetarëve, por ndryshon dhe ekonominë familjare të qytetarëve të këtyre zonave. Nxit edhe iniciativa sipërmarrëse. Është një ndikim pra direkt në jetën e qytetarëve kjo pjesa e infrastrukturës. Sa i përket edhe punësimit, janë shumë vepra që janë në ndërtim, si ka shërbyer kjo edhe për punësimin e punonjësve të këtyre komuniteteve të njësive vendore? Pra, nëse themi lehtëson jetën, e kemi parasysh për aksesueshmëria, shpejtësia, shkurtimi i distancave midis qyteteve të ndryshme, por kjo e lehtëson jetën e qytetarëve në shumë aspekte, edhe në aspektin e punësimit që sapo thatë ju. Në momentin që kemi një investim në infrastrukturë, puna e parë është punësimi i shumë personave në pjesën e ndërtimit. Por nuk mbetet me kaq, në qoftë se ajo është një punësim sezonal, për faktin që investimi nuk zgjat për një periudhë, do zgjasi 2, 3 vite, 4 vite mbarësi të matësisë së investimit, por ajo përkthehet pastaj në punësim të qëndrueshëm. Dhe si përkthehet në punësim të qëndrueshëm? Në momentin që kemi një aksesshmëri të mirë, automatikisht kemi zhvillime të atyre zonave, kemi zhvillime në drejtim të ekonomisë bujqësore, në drejtim të bujtinave, në drejtim të resorteve turistike, por kemi edhe zhvillim në drejtim të shërbimeve. Pra, ne do kemi punësime jo vetëm në hoteleri dhe vetë punësime dhe sipërmarrje nga ana e ekonomisë familjare, por paralelisht ne kemi edhe punësime në shërbime. Të gjitha këto ulin nivelin e papunësisë, madje, ne me qenë se kemi komunikime dhe si shoqat përfaqësojmë të gjitha bashkit, me të gjitha bashkit, ka bashkit të cilët e kanë emergjente dhe duhet të bëjnë edhe shumë masa lehtësuese dhe komunikime, partneritete me bizneset, për të gjetur të punësuar, pasi kërkojnë për të punësuar dhe nuk ka në për zona të ndryshme. Pra këtë po e vuajnë shumë edhe zonat bregdetare, edhe zonat malore, pra pjesa e zbut, pse jo të themi qonë në minimizim, nuk mund të themi zero, nivelin e papunësisë. Sa i takon edhe punësimit të grave, ju jeni vetë një pjesë e tyre dhe promovoni vazhdimisht edhe disa projekte për përfshirjen e grave dhe punësimin e tyre, sidomos edhe në zonat rurale. Patjetër, një nga fokuset tona si shoqat është ndihma ose nxitja e bashkive, kryesisht, për të ndihmuar gratë sipërmarrëse, për të ndihmuar ose për të nxitur gratë për iniciativa të tilla të vetë punësimit dhe për të lehtësuar gratë në këto iniciativa. Dhe janë shumë bashki të cilët japin edhe grante për gra për iniciativa të ndryshme, qofshin këto për iniciativa për artizanale, për punime artizanale, qofshin iniciativa për zbutjen e problemeve sociale, qoftë edhe iniciativa për trajnime dhe kualifikime në këtë drejtim. Sepse shumë e rëndësishme, një nga detyrat e pushtetit lokal në fakt është të bëj planet të afatgjata për zhvillimin ekonomik të zonës. Dhe si mund të realizohet? Pasi bashkit nuk mund të shikohen më thjesht si institucione shërbimi, por edhe strategjia ndërsektoriale e decentralizimit, bashkit tani shikon dhe si institucione zhvillimore. Pra, edhe për këtë arsye duhet të bëhen plane afatgjatë të zhvillimit ekonomik. Mirë, po këto plane bazohen kryesisht në evidentimin dhe një analizë shumë të detajuar dhe të saktë të resurseve të zonës dhe se si mund të përkthejmë këto resurse në të ardhura për banorët dhe kështu që duke patur një vizion të qartë, duke patur edhe plane zhvillimit të qarta, orienton edhe biznesin familjar, orienton ekonomin familjare në drejtim të zhvillimit të tyre. Në qoftë se një bashki duhet ketë si synim ose potencialet e saj janë drejt zhvillimit të agrokulturës, automatikisht dhe ndoshta edhe për specie të veçanta të agrokulturës, nxitet edhe familjet
për kultivimin e kësaj. Pra, duke orientuar familje dhe duke gjetur edhe tregje për këtë. Dhe ne kemi edhe raste iniciativash të ndërmarrjeve të përbashkëta ose SHA-ve të përbashkëta midis bashkisë dhe sipërmarrjes për të gjetur edhe tregun e këtyre prodhimeve pasi ne shumë e rëndësishme që cikli të mbyllet. Pra, thjesht mos nxisim vetëm prodhimin, po të nxisim edhe zinxhirin e tregtimit dhe gjetjen e tregjeve dhe bërjen e kontratave për te Shqipërisë. Këtu tani është shumë e rëndësishme bashkëpunimi dhe koordinimi i aktorëve jo vetëm lokal me biznesin, me familjet që kanë iniciativat të tilla, por për te saj edhe me nivelin qendror. Pasi duhet jetë një komunikim midis ministrisë përkatëse, pasi ministrit ndihmojnë në certifikimet, ndihmojnë në nxitjen e kontratave ose lehtësimin e gjetjes personave të interesuar për këto prodhime. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo, por tek pjesa e grave, patjetër që ne do vazhdojmë të insistojmë në ato që bashkit jo vetëm të japin grante për gratë, por edhe ta lehtësojnë dhe në shumë raste kemi edhe lehtësimin e tarifave që vendosen nga pushteti lokal për këto iniciativa sipërmarrëse, jo vetëm për gratë, por edhe për inovacionin dhe për sipërmarrjet e reja dhe për të rinj. Pasi një nga objektivat kryesor të qeverisjes lokale edhe ne si shoqate nxisim këtë gjë është që ne të arrijmë të krijojmë tërheqjen ose mbajtjen e të rinjve në zonat përkatëse. Dhe nëse krijon jo vetëm orientime në drejtim të zhvillimit ekonomik, po edhe lehtësime fiskale, patjetër që është një element shtesë për të orientuar vëmendjen e tyre në zonat ku ata jetojnë dhe për të kontribuar, pse jo edhe rikthimin, sidomos migrantëve, por edhe të larguarve drejt zonave të mëdha urbane. Kjo po shikohet kryesisht në vëmendjen e shtuar që po i bëhet tani edhe jo vetëm zonave bregdetare, po zonave malore, me iniciativat e ndërmarra për të nxitur sipërmarrjen dhe kthimin e emigrantëve për të investuar në vendin e tyre. Siç është paketa e maleve, për shembull që presim që të ketë një nga elementet më të rëndësishëm, paketa e maleve, dhe ka patur një interesim shumë të madh nga ana e diasporës në këtë drejtim, për të patur një informacion të saktë dhe për të vendosur komunikime me qeverisjen lokale, për të orientuar edhe për të vendosur mbi investimet e tyre. Duke qenë se Shqipëria është shpallur edhe nga organizatat së fundit dhe nga renditja e listuar në vendin e parë për sa i takon në rritje së numrit të vizitorëve. Por për të patur një koordinim të tillë, zonja Farici, ju si sfidë, çfarë keni cilësuar për 2025? Sfida kryesore, unë mendoj që është bashkëpunimi ndërinstitucional. Dhe kur them ndërinstitucional, jo vetëm institucionet qeveritare, siç është qeveria qendrore dhe qeverisja lokale, por edhe biznesi edhe qytetarët. Përfshirja e tyre në të gjitha ato planet e zhvillimit, përfshirja e tyre në të gjithë vendimarrjen, marrja e mendimit të ekspertëve të fushës përkatëse, përfshirja e shoqërisë civile, e bën më të realizueshme dhe i bën të gjitha ato objektiva afatgjatë të cilët ne i kemi në fakt edhe në kuadër të procesit që po kalojmë procesit të integrimit, i bën më të implementueshme dhe e bën më të kapshme dhe të prekshme për qytetarët, se gjithçka shkon në funksion të jetës së qytetarëve, në funksion të zhvillimit ekonomik të ekonomisë familjare. Dhe çfarë bën më të vështirë implementimin, zbatimin e këtyre projekteve? Vështirësia qëndron në burimet njerëzore, në zhvillimin e kapaciteteve, jo vetëm në përthithjen e fondeve, por edhe në menaxhimin dhe implementimin e tyre. Pasi një element kryesor ku ne qeverisja lokale, po pse jo edhe qeverisja qendrore, sfida më e madhe e Shqipërisë në këtë moment është pasja e shumë alternativave për të aplikuar për fonde të dedikuara për vendet të
cilët vendet e rajonit dhe mos përthithja e plot e këtyre fondeve nga vendet ku janë të dedikuara. Ne kemi rastin edhe të Kroacisë, e cila sot është pjesë e Bashkimit Evropian. Në vitet e para përthithja e fondeve ka qenë ke 20-30%. Dhe pikërisht gjatë komunikimeve që kemi me homologët tanë, një nga arsyet e kësaj mos përthithje të plot të këtyre fondeve ishte mungesa e burimeve njerëzore. Kështu që sfida kryesore është trajnimi dhe kualifikimi i stafeve përkatëse, krijimi pranë qeverisës lokale, po pse jo edhe në nivel rajonal, pra shumë e rëndësishme bashkëpunimi ndërbashkiak, pasi ne bashkit i kemi të niveleve të ndryshme, bashki të vogla, të mesme, të mëdha, dhe tek bashkitë e vogla është pak e vështirë të gjesh një staf të kualifikuar për shkrim projektesh konkuruse, pasi aty konkuron në mënyrë të barabartë me vendet e tjera dhe nuk mund të kesh lehtësime sepse je një vend i vogël ose je një vend në procesin e aderimit në BE. Konkurenca është e barabartë dhe kapacitetet në bashkitë e vogla janë të limituara, nuk janë në nivelin e duhur dhe patjetër që kjo kërkon bashkëpunim ndërbashkiak për krijimin e zyrave të veçanta dhe ne nxisim këtë krijimin e zyrave të veçanta për shkrim dhe implementim projektesh, pasi burimet financiare të bashkive nuk janë të mjaftueshme për investime të mëdha strategjike, drejt kësaj që folëm pak më përpara, pasi zhvillimi i turizmit kërkon investime në shumë drejtime, jo vetëm në pjesën e infrastrukturës, por pastaj kalon në menaxhimin e betjeve, kalon në sigurimin, në investime në drejtim të ujësjellësave, pra sigurimin e shërbimeve dhe shërbimeve cilësore me standarde europiane, pasi nuk është tendenca vetëm të sjellim turizmin, se kurioziteti për një herë është i shumë vetave dhe këtë e dim ne që tani në çdo vend ku shkojmë, Shqipëria është kthyer në një magnet tërheqës për ta parë. Por çështja është sa jemi ne të aftë që turistin ta bëjmë të vi edhe për herën e dytë dhe për herën e tretë. Edhe ne të qëndrimit gjatë ardhjes, por edhe të rikthehet. Nëse natyra na ka dhënë të gjithë këto resurse, nëse infrastruktura na bën që një turist i cili ka planifikuar të kalojë një javë në Shqipëri të provoj diversitetin e këtyre turizmit, pasi për një javë në Shqipëri ti provon Shqipërinë nga njëri skaj në skajin tjetër, pra provon turizmin bregdetar, provon turizmin malor, provon turizmin kulturor që e kemi pra në zemër të Shqipërisë. Kulinaria, Kulinaria është një nga gjërat më kryesore dhe unë nxis shumë pjesën e zhvillimit të traditës tonë, pasi është shumë e rëndësishme jo ofrimi i luksit, sa ofrimi i traditës. Ofrimi i traditës është shumë më tërheqëse se sa kjo pjesa tjetër. Dhe ju si shoqat çfarë bëni për ta promovuar sa më tepër edhe turizmin, siç thatë për të sjellë jo vetëm ardhje të turistëve për një herë, por ata të rivijnë përsëri, të shtojnë netët e qëndrimit, por të sjellin edhe më tepër. Kjo do të thotë që vinë më tepër të ardhura për komunitetin. Po, ne si shoqate para ne trajnojmë dhe kualifikojmë bashkit në këtë drejtim dhe ne kemi bërë një cikël trajnimesh mbi mënyrën e aplikimit në për projekte të ndryshme dhe jo vetëm aplikimi dhe fitimi, por shumë e rëndësishme përfundimi me sukses i gjithë procesit edhe implementimi, pasi monitorohesh. Dhe nëse dështon në projektin e parë, automatikisht humbet shansin për të fituar projekte të tjera, pra shumë e rëndësishme ti trajnosh stafet përkatëse që në momentin e shkrimit të projektit deri në përfundimin, raportimin dhe monitorimin e projektit, kështu që është një proces i nisur, ka përmirësime, ka në fakt raste suksesi qoftë bashkit vogla edhe bashkit e mëdha patjetër që i kanë probabilitetin më të madh për të qenë suksesshme në këtë drejtim, por edhe bashkit vogla, ne kemi bashki të vogla, mund të përmend disa këtu, po pa ngel merak edhe të tjerëve, po përmeti, Mati, janë bashki Roskoveci, janë bashki të cilët kanë aplikuar në fondet e BE-s dhe kanë fituar jo një, po disa projekte në fondet e BE-s, kështu që eksperiencat e mira, një nga gjërat që bëjmë ne, është jo vetëm
rrisim kapacitet, po edhe ndajmë këto eksperiencat mira. Pra, mënyrën e punës, e ndërtimit të punës në një bashki e cila është e suksesshme, ne ndajmë edhe në bashkitë e tjera. Dhe si të bëjmë këto që dhe ata të kenë të njëjtin sukses edhe bashkitë e tjera, që duket në pamje të parë që janë më të mëdha, por në fakt ja, kemi modelin nga bashkitë më të vogla që kanë arritur. Nuk përmenda të ndaja, se normal që Elbasani, Berati, Korça, Tirana, Durrësi, patjetër që kanë historitë e tyre të suksesit. Por ne jemi të prirur që të evidentojmë dhe sigurojmë edhe bashkitë e vogla, duke u thënë që nuk ka lidhje për masa e bashkisë, sa ka vizioni i leadershipit dhe ndërtimi i një strukture të mirë në drejtim të kësaj gjëje. Kështu që shoqata pra trajnon, kualifikon, por edhe bën rrjedhimin me homologët e tjerë, qoftë të rajonit, qoftë edhe me bashkitë të tjera antare të Bashkimit Evropian. Pasi në shumë projekte, siç janë projektet për shembull IPA Cross Border, që janë me Greqinë, me Italinë, me Maqedoninë, në përgjithësi kërkohet që lidi i projektit ose patjetër të jetë një vend i Bashkimit Evropian, dhe ne luajmë rolin e koordinimit dhe gjetjes së këtyre aktorëve të tjerë për të qenë pjesë e përbashkëta të projektit. Dhe një element tjetër është edhe bashkëpunimi ndërbashkiak. Pasi janë shumë të vlerësueshme projekte të cilët nuk shtrihen vetëm në një territor, por që shtrihen përtej territorit. Për shembull, nëse do bësh një projekt për rivitalizimin e një bregu lumor, ose patjetër që ai lum prek territorin e disa bashkive dhe duhet bashkëpunimi ndërbashkiak për hartimin e një projekti të mirë ose ndërkufitar me bashki të kufitare të vendeve të rajonit, qoftë Malizi, qoftë Maqedoninë. IPA, kryesisht kështu janë. Kryesisht IPA. Kanë qenë projekte që duhet të përfshinin 3 bashke. 3 ose më shumë, po. Minimumi duhet ishin 3, po. Minimumi 3. Zonja Farici, si mund të bëhen dhe të inkurajohen që të ketë më tepër partneritet edhe mes sektorit publik, por edhe privatit? Patjetër që ka partneritete. Më shumë bashkit, në fakt, duke parë, po flasë për bashkit, se kryesisht, me qenë se unë në përfaqësoj bashkit, duke parë mungesën e burimeve njerëzore dhe kapacitetet tyre, ne kemi partneritetet të bashkis me shoqërinë civile. Është shumë e rëndësishme, në fakt, kjo pjesë, bashkëpunimi me shoqërinë civile, pasi e bën edhe bashkinë pak më transparente, përfshin edhe një pjesë, shoqëria civile patjetër që përfaqëson një pjesë të komunitetit dhe bën pjesë të punës tënde një pjesë të komunitetit, dhe normal që pjesa e organizatës shoqërisë civile janë me një eksperiencë më të madhe në këtë drejtim dhe ndihmojnë jo vetëm në shkrimin e projekteve, por edhe në përmirësimin dhe rritjen e kapaciteteve brenda bashkive. Patjetër që kemi edhe bashkëpunimin me sektorin privat. Ne kemi një projekt rajonal ku ne si shoqat jemi sekretariat për këtë projekt, është Business Friendly Certification. Një aktor shumë i rëndësishëm i qeverisë lokale në fakt është biznesi. Pasi një bashkëpunim i mirë me biznesin, një koordinim dhe krijimi një klime të mirë komunikimi midis biznesit dhe pushtetit lokal, patjetër që i jep një frymëmarrje më të madhe zhvillimit ekonomik, zgjeron më tepër mundësitë e punësimit, rrit nivelin ekonomik dhe çon në objektiva, pra rrit targetin e objektivave të zhvillimit të lokalitetit ose të ekonomisë lokale. Kështu që janë disa bashki të cilët kanë aplikuar, në fakt aty janë disa rregulla shumë strikte që duhet ti plotësosh që ti jesh pjesë dhe të marrësh këtë certifikat business friendly certification, dhe ne janë 7 bashki të cilët janë të përfshira në këtë proces, janë bashki të cilët kanë punuar shumë mirë dhe të gjithë vlerësuesit nuk janë shqiptar, janë vlerësues të vendeve të rajonit që vlerësojnë me pikë klimën e krijuar nga bashkia me biznesin, duke realizuar edhe takime me biznesin, pyetësor me biznesin, dhe kjo do t'i nxjisë bashkit në rritjen e standardeve të tyre të komunikimit me këtë target grup shumë të fuqishëm të pushtetit lokal, po edhe të rritjes së transparencës. Se një nga pikat kryesore, në fakt, jo vetëm për marrjen e këtij certifikimi, por një nga objektivat kryesore të procesit të integrimit është pikërisht transparenca dhe demokracia lokale, përfshirja e qytetarëve në vendimarrje. Se sa i rëndësishëm është ky edukim qytetar?
Kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, unë fakt nisur edhe nga backgroundi im, mendoj që janë dy element kryesor qytetarisht të përfshish qytetarët. Elementi i parë është që jo vetëm ti bësh pjesë e detyrimeve ligjore, thirrjeve publike për të qenë pjesë e dëgjesës së buxhetit, për të marrë mendimet e tyre për buxhetin, për të marrë mendimet e tyre për strategji të ndryshme lokale dhe sektoriale që ndërton bashkia ose dhe qeveria qendrore, por është shumë e rëndësishme krijosh besimin e tyre. Dhe besimi i tyre krijohet atëherë kur ata shikojnë që mendimet e tyre bëhen pjesë e këtyre dokumentave strategjik. Dhe e dyta është përfshirja e ekspertëve të fushës në këtë drejtim, bërja pjesë e grupit punës, jo vetëm e stafit të bashkisë, por përfshirja e ekspertizës së jashtme në trajtimin e këtyre. Dhe mendoj që nëse do arrijnë të përfshihen në vendimarrje dhe në strategji të tylla dhe krijohet besimi qytetar, ne do shkundim edhe atë pjesë që është shumë e rëndësishme dhe që ne e vëmë re, indiferentizmin qytetar. Pra pavarësisht se bëhet thirrje për dëgjesa të ndryshme publike, pavarësisht se ne kemi ligjin për publikimin e gjithë dokumentave dhe tërheqjen e mendimit të publikut, pra pavarësisht se kemi në faqen e përkatëse të çdo ministrie publikimin e çdo drafti dokumenti, qoftë i strategjik, qoftë kuadër ligjor dhe një afat kohor që e lejon ligji, reagimi qytetar është shumë i vogël. Pra kemi reagime kundrejt shoqërisë civile për sa i përket pjesës asaj shoqërie civile që ndikohet nga kjo vendimarrje, por nuk kemi një reagim qytetar. Unë mendoj që nëse do krijohet besueshmëria, pra e para është besueshmëria. Besueshmëria dhe kualiteti, përfshirja e ekspertëve që janë pjesë e komunitetit në dokumentat e tu ligjor. Nëse arrin ta bësh këtë gjë, mendoj që do rritet edhe besimi i qytetarëve e para, do jenë pjesë, do kenë njohuri mbi dokumentat dhe vështirësitë e realizimit të dokumentave dhe do ketë një ndërgjegjësim qytetar për të kontribuar në këtë pjesë. Zonja Farisi, si shikoni të ardhmen e turizmit, duke marrë shkas edhe nga që ne folëm nga infrastruktura, përmirësimi i saj? Unë fakt të shikoj me shumë optimizëm të ardhmen e turizmit, pasi ne e thamë edhe në fillim, lehtësia e arritjes së destinacioneve turistike është një ndër pikat kryesore që i bën të rritet fluksi i turistëve. Tjetra, diversiteti, pra krijimi i turizmeve, jo vetëm një turizmi sezonal, pra shtrirja gjithvjetor, patjetër që edhe kjo rrit fluksin e turistëve në Shqipëri, dhe krijimi edhe jo vetëm i turizmit, thash edhe njëherë bregdetar, por edhe turizmit aventurier, turizmit malor, që të tërheqi edhe vëmendjen e të apasionuarve pas saj. Pra, Zoti dhe natyra na i ka dhënë të gjitha këto, e vetmja gjë është që ne të dimë ti promovojmë. Pra, kryesorja është promovimi, gjitha këtyre, sepse mund të kesh asete turistike, nëse nuk i promovon, është pak e vështirë të zbulohen dhe evidentohen nga të tjerët, promovimi dhe rritja e standardit të cilësisë së shërbimit dhe kulinaria. Dhe të gjitha këto në fakt, po ta shikosh kudo, edhe bashki që dikur nuk mendohej që mund ketë ofertë turistike, tani nuk ke bashki që nuk mendon që të kemi një ofertë turistike, të kemi një guid turistike, ka ngritur zyrat për këtë në përbashki, kështu që mendoj që ne jemi në mesin e rrugës, do të thotë që duhet të vazhdojmë, të lançojmë, të promovojmë dhe fluksi do të vinë në rritje dhe ardha në rritje e fluksit turizmit automatikisht do rrisi ekonominë, do rrisi punësimin, do rrisi kualitetin kualitetin e shërbimeve dhe profesionistë të fushave përkatëse këtu në Shqipëri. Në fakt është hartuar edhe strategjia për turizmin deri në vitin 2030, por për ta patur një turizëm që të flasim edhe në një periudhë përtej 2030-s që ta kemi sa më afatgjatë. Mendoni se pritshmëritë i ka shumë pozitive Shqipëria, pasi edhe nga promovime të shumta dhe nga shkrimet të shumta që bëhen edhe në media ndërkombëtare, nga organizatat e shumta,
duket se është në top list Shqipëria për destinacionin, pra ashtu si që ishte dhe revista Fokus së fundi, të cilën nga një vend i fshehur tashmë është një magnet për turizmin. Po, zbulimi një thesari përsa i përket turizmit, nëse dikur ishe pa imagjinueshme në pak për ne dhe Shqipëria shikoj si një vend që kur përmendej emri i Shqipërisë ndoshta kishte edhe paragjykime për vendin tonë, skepticizëm. Po, madje mbaj mend në një moment që isha në Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale dhe gjatë një komunikimi që kisha me një nga të punësuarit aty, mendonte që a është sigurt në Shqipëri, po të vim në Shqipëri, kjo bëj fjalë para 7-8 vitesh, dhe në momentin që bëri vizitën e parë në Shqipëri ishte e surprizuar për sigurinë, se numri 1 është siguria e jetës dhe besoj në këtë pjesë gjithkush kur ka në Shqipëri e ka ndjerë këtë, dhe pastaj janë elementet e tjerë, të gjithë elementet e tjerë, kështu që mendoj që jo vetëm dokumentat strategjik të cilët janë ndërtuar pikërisht me një vizion të tillë afatgjat, por duhet jetë një punë e përditshme nga ana e çdo kujt, jo vetëm e qeverisjes lokale, por edhe e qeverisjes qendrore, por edhe e vetë qytetarëve për të përmirësuar shërbimin e tyre, për të përmirësuar ofertën e tyre, në mënyrë që ne mos kemi vetëm një turizëm, pra të thash edhe pak më përpara, vetëm për një herë, por të kemi pse jo edhe turizëm elitar, jo vetëm një turizme ditore ose 2-3 ditore, po pak përtej kësaj. Zonja Farisit, falenderoj që ishit në këtë pjesë të parë të emisionit GDP. Sigurisht, kërkohet më shumë promovim për turizmin, për të patur drejt asaj që ne duam të shkojmë drejt një turizmi elitar dhe të qëndrueshëm. Do të shkëputemi për një insert tjetër dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit.